Mirë, po në atë ko, unë në gocën e kisha në adolescencë, edhe sa morën vesh që mu miku burri, më thynë derën e shtëpisë, më thynë xhamat, unë risha në katë tret, më thynë xhamat, atëherë më kapi shumë frika. Tërk jetën tuaj keni jetuar në Tiranë? Ja, burrin e kom pas Shkodron. Më la para 3 vjetëve, në Rojet, faleminderit. Po kam jetu në Greqi 20, qysh 91-shin, e deri para 7 vjetëve. 7 vjetë kom që kom marrë këtu. Tash do kthehem prap nëna se kom me të krejt vetëm. Këtu? Pa. Kella majti kom anej. Qunën e kom në Norvegji, gocën e kom në Athinë. Atje ku kemi jetu gjithë bashkë. Nuk po shoh se po më nimo kërkush as qeveri. S'ka ligje qeveria për ne pleq. Pensioni im është 90.000 lekë. Që të mërë, unë jam me probleme me zemrën, kam bo ndërhyrje kirurgjikale. Si ti përballoj unë këtu? Do t'i bohem rënë kalamojve, s'kom qa bëj. Në rrofshin kalamojt. Kena punuan e këtu, kena dhonë shpirtin. Qa punë keni bërë kur keni qenë moshën tuaj deri? Unë kam punu në institut në lartë pedagogjik. Kam qenë magazinjere. Pra ju keni punuar magazinjere për sa vitesh? Edhe ju ka dalë pension 90.000 lekë? Pa nuk punova shumë, se të hikësh 91-shin, unë kam qenë 20 vjeç, pa po 20 vjeç. Më kupta, kështu që ishin 15 punë. Edhe mora të pjesëshëm. Edhe me atë jam hala nona. Më doli 72.000 lekë, e merë veshti se qosh që ku jetojmë ne. Tashi, më kryesorja është se erdha, se thamë, inshallah, o rregullu kjo Shqipni. Inshallah, po rregullohen gjonat me shpresë. Unë po kthehem prap. Do vdesim vendin e huj, nona. E ja kam lona manet kalamojve. Mas më leni atje. Kom burrin këtu. Kam nejt 50 djetë jetë me te. Buk të amëll, me mjalë të sheqerë. Shkodron. Me nivel intelektual, ka qenë sportist, ka qenë trajner sporti për ngritjen e peshave. Shë njeri shumë i mirë, shumë i mirë. Më kalon, më ka tha gojen, se kështu folim në Tirancit, më ka tha gojen. Tash i po shkoj ke kalamajt, inshallah do zoti më hecën marrë atje, me shneti, unë s'ti përballoj do të as ushqimit, as ilaçeve, as analizave, as doktorve, se të morin, nuk të shef se qa keti nëne, shef, a kene i qik gjepin e frymë se... Edhe atje? Atje nuk e kam këte. Pse? Kam bo 2 herë ndërhyrje, as si 5 lekë. Kam shku ke soteria, është spital i jashtëzakonisht i mirë, ka qenë ushtarak dikur, tash është spital shtetëror, edhe një pjesë privat. As si 5 lekë nuk më morën, ju betohem. Atje kam një lloj siguracioni, unë që ato i thonë AMKA. Edhe në bazë të saj, unë marr edhe ilaçet me rimbursim që i thonë këtu, edhe vizitat atje i bëj pa as i 5 lekë në spital mrena. Edhe këtu ashtu funksionon, pra rregullat kështu janë. Ilaçet për pensionistët janë falas ose me rimbursim dhe vizitat janë falas. Nuk është falas. Ku është falas? Në spital? Më shkova në spital me bo analizat, më kërkum pare. Thash që pare, thash? Që leku thash do të thash? Kush t'i kërkoj lek? Atje. Kenon Tereza? Po, Kenon Tereza. Erdhe më sanaj ke kjo, se e kom afer ke Amerikani, që është kjo. E kom afer me shpi, thash, po shkoj i herë këtu. Më mori 150 euro analizat. E se kjo është tjetër sepse është privat? Po, privat. 150 euro, ne më kërkoj për me bo nërhyrjen 7 milion. 7 milion. Kuptoti 7 milion ti morësh një pensionistje? 7 milion lekë. Që bën ndërhyrje? Po. Tek Nën Tereza jam interesuar, kush o kërkoj lekët? Nën Tereza nuk e di tash, ishen sportella, jo, dhe tha bëhet kështu, shkruhet aty, do të pagush kaq, ishte 5.000 lekë, më duket ishte.
se që ishte e rregullore. Çfarë the, thash, unë s'kam i 5 lekë, thash. Ne në kohë të Enver Hoxhës nuk kena pagu pare. Këtu do që të hysh mrena ke spitali me taku një vizitor, do t'japësh 5.000 lekë nëse s'fut mrena roja. Është rregullu spitali, është bërë me kushte komode. Spitali, o bo, kushte komode, po njerëzit s'janë bo komod. Njerëzit nuk janë rregullu birë. Këto kanë rregullu, këto gredaçelat i din vetë ato si kanë rregullu, por ama njerëzit janë nuk kuptojnë njerëzit se ku po shkojnë, se ç'a bëjnë. Gjithë ditën rrinë në për lokale, gjithë ditën në për mihone, rinia studenteske, gjasme. Këto të papunët, që thonë s'ka punë, ka punë këtu. Po s'ka njerëz që kërkojnë punën, nuk e duan punën. Unë kështu menoj. Pse mendon? E di pse menoj. Se kur erdha unë para 7 vjetëve, erdhi çuni im. Edhe çunin e kam pas kasap në Greqi, më vonë më sanajnë 2010 të niku. Edhe e di mirë profesionin. Edhe pyti këtu, a i s'kishe për të nejtë këtu, po këtë për kuriozitetin e ti. Unë tha jam specializu për këte. Hajde kur dush i tha, kasapi. Edhe më tha, mamë tha, psa në kohën këto, unë këtë tha i thash. Që a më merë se unë jam i specializum, kam dokumente tjera. Edhe më tha, kur të dush. Pa ti thua pun ka, po s'ka profesionist. S'ka profesionista. Plus që nuk kanë edhe dëshirën, nuk kanë, janë demela. Po rrogat. Tash i rrogat, unë nuk e di se s'jam shumë e informume për rrogat. Po, pranaj s'punojnë. Edhe morin laloqen e hikin një shtetit. Atje bëjnë sklevers, unë e kam provu të keqe nona. 34 vjetë do me thonë, pavarësisht se unë kam 7 vjetë që kam marrë të kënej, por jam në kontakt se shkoj rri shumë atje, rri 3 muaj këtu, shkoj atje. Dhe me thonë një ditë që të gjitha. Edhe atje ashtu është, nuk janë të kënaqë shumë, por nuk duan të rrinë pa punë. Si që ka kjo? Si shikon zhvillimin? Urna? Pse kanë ikë shqiptarët? Unë për vetën time, tash i 91 kur ikëm neve, u përmyt çdo gjë. Tash i këtu, nuk e di pse ikin, ndoshta papunësia, ndoshta ajo që nuk i plotësohen nevojat me atë rrogë që morin, se kanë metën e ne çunat, e ne gosat rrim pa martu, se si përgjigjem do të familjes, thot, me kriju familje. Pse? Me 400.000 lekë që të bëjon, thot. Ndoshta ka qera, ndoshta ka për qera për të pagu, ndoshta ka nonën në shtëpi, do të maj pleqë, me 400.000 lekë që të bëja i. Shkojnë të ka e para që vërtet ka punë, po s'ka profesionist, por nuk ka profesionist që të paguajnë, ta paguajnë atë profesionist, që të paguash i profesionist, ti vetë do t'jesh profesionist, që të paguash i profesionist. Më kupton? Nuk e di pse i mbire pata aq të thjeshtë. 91, ju keni ikur. 91 në Kush ishte arsye që ju u larguat nga Shqipëria? A ditë, momenti im shoq pa punë. Unë po ashtu, se unë punojsha në institut, im shoq punote, ishte trajneret me këto, ju ndërpredhe ajo, se kuptohet. Punonte në Uzintelit, ishte 5 orësh, punonte në Uzintelit, edhe aty nuk ishte lëndën kryesore që maj menun, ju ndërprej puna, se punonte në deoksidim të bakrit. Ky ishte puna që bante. Lënda e parë nuk vinte më, u myll ajo, si të thush, ai repart. Vend tjetër s'kishe ku me shku, edhe më thotë o gru, thotë, ti pa punë, unë pa punë, 2 kalamaj, që do bëjmë? Bëjmë provi herë, thotë. Ti shkoj, thash, unë do rri herë këto. Mirë po në atë ko, unë në gocën e kisha në adolescencë, edhe sa morën vesh që mu miku burri, më thynë derën e shtëpisë, më thynë xhamat, unë risha në 4 më thynë xhamat. Atëherë më kapi shumë frika, kam një mesën time këtu, nërhyni për me më qitë vizën, se ishte ala ajo për vizat. Më nëzori vizën, e zotja harroj kurrët i njeriu se s'pa e jap emrin, ka qenë në shtetën për shtet me këto demokratët. Më nimoj, mora 2 fëmijë dhe ika.
E qysh për asaj kohë, deri në 2018-ën, 17-ën, unë jam këtu. U ktheva, nejta atje deri në 2017-ën, erdha këtu, mendova e thash inshallah, thash jena dy pleqt, zot si jena me punu. Kena punu shumë. Sa s'mund të rrim as në kam, jo të shte. Jemi konsumu jashtëzakonisht. Kalamoj ti lejmë të lirë, ndërtojnë dhe ato familjet e tyre se janë bo me fëmijë. Mos merren me ne pleqt, se tham, këtu do t'i kemi ilaçet pa pare, do t'kemi doktorin pa pare, më kupta? Në vendin tonë jemi, dikush një nim, dikush i tjetër, absolutisht. Edhe njerëzit janë ftoftë, edhe njerëzit janë largu. Shumë do të pyesja unë, si e shihni Shqipërinë para 90-s dhe pas 90-s? Përgjithsisht Tirana, ku ju jeni rritur, keni krijuar familje. Shumë kompaksi. Si thon? Kompaksi. Ndërthurje, bashkëpunim me familje, me hyrje, dalje, dashuri, harmoni, përkushtoheshim, do me thënë, një grip të kishte shkojshim vrap, si u bone, a je ma mirë, tash i me i telefon, si je, je mirë, hajt i shallat kalume. Jënë ftof njerëzit krejt, vlaj me motër, motër me vla, nona me kalamojt, jënë ftof krejt. Nuk e di pse ka ardhur kjo gjë me madhe këtu në Shqipni. Kam kujtu se do rrujmë traditat, se ne jemi në shtat fundit vend që rrujmë tradita, që mahemi. Po, nuk shoh. Ka disa që thonë që kjo gjëja, pra kjo lloj bashkëpunimi, kjo ndërthurja ose harmonia që kanë shqiptarët me njëri tjetrin, disa thonë që nuk është pozitive, sepse thotë unë kam qefin tim, do shkoj familjen time, derën time dhe kaq. Pra, kjo është sipas jush, domethënë si është? Pra ky lloj emancipimi është i gabuar? Është shumë i gabuar, di pse. Tashi kur je i ri, kur rafsha mos u vrafsha. Ama kur fillon e vjen në një moshë të pjekun, edhe krijon familje, fëmia jot nuk do njofi as dajën, as shumë e dajës, as shumë e tezës, as shumë e hallës. Kur të rritet më së nai, dashurohen ato me njëri tjetrin. Kjo pra është pra që kena pas kompaksi, kena hy, kena dal, për shqyqyre, për medete, për gëzime. Që është kjo punë kështu? Nuk është logjike kjo apo jo? Nuk është, nuk o logjike. Ftofen kalamojnë me njëri tjetrin. Unë të shi, kam 30 sa vjetë që kam hik, 34 vjetë. Kalamojt e mi, pa dashjen e tyre, se kështu erdhi jeta, pa dashjen e tyre nuk njofin kushërinjtë e vetë. Nuk i njofin. Jo ma kalamojt e kushërinjve që zbohet fjalë, po kushërinjt e vetë, të afërt nuk i njofin, nuk i din emrat. Kjo është, ne po ftofemi, ne po shkatrohemi si kom. Pra, se bebi po kaloj tek pjesa e dasmave, për thënë, dasmat bëheshin vetëm për të krijuar këtë, thonë ju, për të krijuar njohje për fare fisin, ose se bebet të ndryshme e këzime familje. Me u bashku, jo njohje, me u bashku me njëri tjetrin, me u lidh më shumë, me qenë më të dashtun me njëri tjetrin, se flasë edhe më djallë dhe Shkodrën, me qenë edhe më të dashtun me njëri tjetrin, se me ngatroj me djallë të prekupoheni qik për njëri tjetrin, që t'i gjinden në rastet vështira. Unë kupto? Kjo është reciproke, kur më gjindesh mu, jo se ma le borgj, po ndjehem si e përgjithshme, them, për zotin mu ka gjinë ditë vështirë. Do bëjt shmosin, edhe me i kam t'jem, unë do bëjt shmosin. Kështu e kena pas ne të shte. Edhe një pyetje të fundit kam unë, duke qenë se ju vetë tha që në të njëshit ikët dhe ikët në Greqi, apo jo? Po, në Greqi. Pse ka ndodhur kjo lloj, nuk po duhet të them ndasi ose ftotësi mes dy vendeve, Greqia dhe Shqipëria, përsa i përket shqiptarët gjithë kanë shkuar dhe kanë pasur si një lloj porte, si një lloj burim të ardhur, si më thënë, shkonin, punonin në Greqi dhe vinin. Ju vetë si e keni parë, a keni ndjerë një lloj përçmimi, racizmi nga shtetasit grek? Jo, do të them diçka. Ne kur shkum në fillim, na afron shumë grekët, si ishim të parët. Sidomos në atë zonë ku kam shku unë, në Glifada, ishim të parët, nuk e njifshin Shqipërinë. Vetëm se erdhen me Tanases, edhe
ullëshun, gjithë, me të napru, tenxhere, veshmatje, ushqime, qa kishim nevoj, roba, batanie, se ishte, do më thënë kohë që ishte ftofët. Neve nuk na ka, ta them për buz, njeri, ose... Për të parë me një lloj racizmi, ose me një lloj dashakeqësie, Ja. Në kalim në kohës, duke parë se kush jemi ne, familjar të mirë, kalamajt në për shkolla, burri punonte, unë punojsha, ato na afrun edhe më shumë. Unë nuk e kam ndjerë racizmin, edhe për këte e them me shumë sinqeritet. Nuk e kam ndjerë racizmin, por kur fillun, është edhe kjo, kur fillun duke ardhë në mali, shumë, dojshin mbështetje, zgjetën mbështetje, dojshin të hanin, zgjenin, donin punë, gjuhën ja, zakonet ja, më kupta? Duke u pa dhe i qikë jëtë të emancipum, nuk i afroj njeri. Atëhere, nuk i afroj njeri. Atëhere, zakonisht familjarët i afronin. Kanë zemër, nuk jam pa zemër. Unë, ku do që kam shku, se kam në rru 2-3 shtëpia atje, mu më kanë afru mirë, më kanë respektu, gjithë familjen, edhe bile më kanë thonë qatë keni nevoj, mos nguronit në thoni. Unë jam shumë e knaqur. Të them sinqerisht jam e knaqur. Kam shku me kërku punë. Sigurisht, në fillim nuk disha gjuhën. Qëllova me një familje që dishin italisht, se ishte kapiten anije i shoqi, edhe nga që shkonin shpesh në Itali, edhe njëni fëmijë kishte studiu në Itali, ato dishin mirë italisht. Edhe që fati jonë që duke fol italisht, përkthenim edhe në greqisht, mësum edhe greqishten. Njëkohësisht mësot 2 gjuhë, dhe italishtën dhe... Jo, italishtën e kam ditë, edhe goca ime, edhe frëngjishten sa e pak bëshko. Si të kesh i burë shkodranë, është tur, mos dish italisht. Tamam. Edhe kështu që ne ishim shumë të respektu me thënë drejtën, unë nuk e kam një asnjëherë. Unë që të një edhe familja ime, edhe fëmijët e mi, vajza ime shkojnë në kolegj amerikan, se në Shkodër filloi shkollën për kanto, pianoforte dhe kanto, që mos ta nërprisnim atë, ne e shumë në një shkollë në kolegj amerikan që është në Glifada. Aty studioj vajza, njëkohësisht bënte edhe shkollën që s'kishte marru 8 vjeçaren, po bënte edhe kanton. Edhe aty unë ndjem shumë mirë. E merrte mësuesja me përkëdheli, me dashamirësi, me respekt shumë. Qa ke nevoj, kur ishte ndonjëherë vonë, e binte në shtëpi, që mos vonohesh se t'ikën orari bukës. Do me thonë, unë nuk kam ndjerë asgjë. Pra ju thoni që shqiptarët ja bënin vetes... Ja kam bo vetes, se fillon të vjedhë, nosha i bëri nevoja, se s'djenim do të punë, nosha kishte vesë, se atëherë thojshin dolën për burgut edhe u dyndën në për Greqi, tash se kush ishin ato nuk e di, por amor lan një emër shumë të keq. Edhe unë nga jo pyeta sepse ndodh shpesh që dëgjojnë nëpër biseda familjare, nëpër biseda. Prej digjet i njohim. Po, thonë që grekët janë racista. Unë kam pasur një rast vet, kam shkuar në Greqi me makinë dhe më thanë që mos mbaj në makinë asnjë lloj flamur, simbol të dukshëm, sepse të thyen xhamat e makinës dhe unë thash pse më unë nuk po shkoj në luftë. Edhe mos më gjeti gjë, por që pse është kjo gjëja që shqiptarët mendojnë për grekët ashtu dhe për këtë dohet pyesje dhe doja një fiks një dikë që e ka përjetuar vetë këtë gjë. Unë kam jetuar shumë mirë atje, në thënë drejtën, edhe kjo nuk ma merr mendje se ka ndodhur ndonjëherë në Greqi. Një gjë, nëse ti më sillesh harbuç agresiv, edhe ato nuk janë budalli. Edhe ato kanë edhe zemër, kanë edhe ato karakterin, egon e tyre, edhe ashtu do të përgjigjen. Nëse ti ditë sillesh, me cilin do qoftë, i lartë, i vogël, i mesëm, ashtu do të përgjigjet. Nëse në një farë mënyrë një person, për shembull, nuk ta jep atë që ti e merr, e jep, edhe se merr reciprokisht, nëse ti je
me brum, largohu, më fal. Bona gabim, më fal. Me ul tonet, jo me nxit. Kush është më zhvilluar, Athina apo Tirana? Me thonë të drejtën, këto vitet e fundit, me sa po jetoj unë këtu, kështu greku i thot facika, do më thënë, në sipërfaqësore, Tirana është. Sipërfaqësore. Po të shkosh, unë jam le rrit në rrugën Alidemi, të shkosh në atë rrugicë është si në mesjet. Pra, ka bo rregullime këtu, aty ku kalojnë to që vinë turista, në për lagjet e Tiranës, është skandal vesh duart në kokë. Se Athina e ka rregulluar gjitha lagjet edhe për mbrëmësi. Po, edhe një pasërti të mrekullueshme. Jo vetëm aty në Athinë, por edhe në Prishuj, kudo që të shkosh, atje ka pasërti, ka rregull, ka disiplinë. Unë për vete, unë flas fjalët më të mira për ata. E du vendin tim, e du Tiranën time, kupto? Më pëlqen si është bo, por nuk më pëlqen që është bo sipërfaqësore. Shkosh në për lagjet e Tiranës, po të them, po ta jap rrugën Gabriel Dara, shkoni, shifni, atje është mes jetë, mërë, ju lutem, shkoni, filmoni, mos filmoni vetëm këto bukurina. Shkoni herë atje. Edhe do të çuditeni. Ju e keni mbajtur shtëpinë këtu, e keni akoma? Ja. Ne s'kena as shtëpi, unë erdha me qera këtu, se kalamajt... Pa, i shitëm për 5 lek. Në atë kohë kur hikëm, sa ashu ishte koha atëhere, 70-80.000 lek shqiptare. Edhe sot jam nona pa shtëpi. Tash e kam një shtëpi atje pa qera. Ku të shkoj Ketufina, e kam një shtëpi atje, kështu që nuk jam fare pa shtëpi. Edhe atje është problem se kam E kam filluar. 10 vite. Unë të përshëndes shumë, ishte një bisedë shumë e ngrohtë dhe shumë e këndshme. Shumë faleminderit. Gjithë të mirë dhe paçi jetë edhe shëndet. Edhe suksese kudo që të shkoni. Shumë faleminderit, gjithë dhe bashkë inshallah. Ditën e mirë, ditën e mirë.